O Kozi, a ka njëri në Shqipëri që të mbyll gojen në debat sot ty? Emër mbi emër? Ma ka mbyllur vetëm një herë, nuk e di e kam thënë, ndoshta e kam thënë. Ma ka mbyllur vetëm një herë në një debat dhe ka qenë publik. Ka qenë Xhavid Dedej në një program talk show. Po? Dhe e mbaj më shumë mirë, pasi e kisha telendisur për tekstet e për gjithçka tjetër, e nuk di çka kisha thënë të parën të fundit. Në fund fare Xhavidi më tha, "A mbarove ti mi goce? Mbarove?" Mbarova, i thashun, po, mbarova. Tani komi pyetje unë për ty tash, komi pyetje. Nëse unë nuk do kisha bërë këtë këngë Bobi ti Xhixhi ti. Po. Ti do kishe ftuar në emision? Jo, i thashun, se të paktën për të vërtetën, e tham që e pra unë par një herë në emision ta, vetëm që e përdora këtë kongën për karrem, që të vi këtu dhe ju të kuptoni që unë bëj edhe muzikë Shqipërisë mesme dhe të kap dasma. E mbylla unë e qema, kaq. Ai, Bobi ti Bobi. Kozi, sa herë në ditë thua lërë se e bëj vetë? Je do të shpjegoj lërë se e bëj vetë. Nuk 24 orë 24, që nga gjërat më banale. Për shembull, të gjithë njerëzit kanë një gjymtyr të majt që mund ta përdorin, unë e kam për zbukurim. Dhe fjala vjen dua ta mbërthej këtë bryzylykun dhe nuk e mbërthej dot, se është me të majtën. Me djathën mund ta bëj. A ma mbërthem pak, po të pash 2 sekonda që s'po ja gjej vrimën, le e fare se. Po Kozi, mirë ditën e bën. E kuptoj që nuk është ekskluziviteti im për me gjetë vrimë, po këtë bryzylykut sigurisht i gjej. Shumë mirë. Ditën e the, po natën sa herë thua vlece e bëj vetë? Oha. Mos u hapit edhe natën them. E thu. E them. Po pse mos ta them? Po bryzelyku natën vihet Juli. Po jo. Punon edhe natën apo prandaj. Patjetër, ne tham që ka më shumë natën punon. Ja po vetë, çfarë qora ato natën ato. iPad-shis. Pse i vendos ato ke kështu bën gjëra për të mbajtur bukurinë tënde? Pa rrudha. Po e mbaj se shmetam 45 vjeç. Kozeta, ti të gjë se mosha ime metabolike, tha mjeku im i fundit, është 23. Me vërtet aq dola. Bukur shumë. Jemi për birra dhe sallon pastaj. Desha them një gjë parova që jemi në radio. Po pse tani ç'a të pengon? Të pengon live-it, do ta fikë mikrofonin ta thuash. Jo, do ta përshkruante me kështu me forma. Ka sallamin? Po s'ka problem. Jo, po ka që shifemi në kanalin 10 digital edhe. Okej, në rregull. Mund të ketë familjar. Okej, pse sa sallam familjar? Ç'a tipi ky? Përkundrazi familjar ta më shumë sallam. Patjetër është produkti më i shitur. Kem ka dhe sallam familjar që është më i madh. Jo, në shtëpi tim vetëm salciçe. Po me gërshë të vogla. Unë jam familje në vitet 80, po për sallam kakao keni dëgjuar? Jo, jemi shumë tjetër. Sallam kakao që bëhet ëmbëlsirë e pretur. Edhe pret. Po. Pretur. Vini ka ardhur sallam ky sallam kakao apo jo? Okej. Kozeta, cili është komplimenti? Ishte komplimenti më i çuditshëm që të kam bër. Në që ka ngel mendje. Më i çuditshëm. Shumë kur pyetëm një gost na tha më kanë lehur, tha. Si kanë lehur? Ham thash. Jo, ja zgjobonja. Komplimenti më i çuditshëm. Si që e këti fikse e Kozeta, la pa qenë në mëllë. Apse nuk bënde lidhjen e Kozeta Kurtës me tja. Eshte që ka ndikuar për mirë televizionin? Të njojnë në ropë tjë. E ka këtë të mirë. Të hapin rrugët e banka, ti si me qenë invalid, do me thënë, vazhdo të lutëm, pëse me të mek, ju që dilin televizion, keni punë më dojë shumë. Po shtua ti bësh një status i vike karriere ti të shkretit. Kujdes. Me që dolëm të kjo llabazhen. Të fusim në një ascensor me 3 politikanë. Kush deti pari, ti apo politikanët? Absolut diskutohet ata. Shiko, unë jam, do me thënë, jam durim derë në çfarë do lloj drejtimi të mundshëm. Do me thënë, mua të më mbyllësh në një kafaz me derrin, është sigurt që plas derri para meje. Jo për gjë, po ka që më kam mësuar me vite që ti them derri daj, kështu që. Kozeta ti vazhdon të luash akoma? Peskaç po. Jo peskaçin e diu që vazhdon luash kështu. Atë ngel derri dorë. Zakonisht e ngec, po për të luaj. Po kemi lojën e pastaj. Lojën e pastaj, perfekt. Dua të them luan në përditshmërinë tënde? Luaj pra luaj. Bukur shumë.